atë shërbim që thuti, ke këto pastrimi e ke këto, ja. Në Elbasan, miratimi i rritjes së tarifës së pastrimit dhe ndryqimit ka shkaktuar reagime të ndryshme mes qytetarëve, ndërsa Këshilli Bashkiak vendosi rritjen me 400 lekë në vit për zonat urbane dhe 13% për ato rurale. Qytetarët thonë se vendimi vjen në një kohë kur shërbimi aktual lë shumë për të dëshiruar. Pensioni im shkon ke pagesa e dritave, ujit. Uji herë me zor vjen, dritat shqyqyr zotit na vim, po na vjedhin ke faturat, ndërsa atë shërbim që thuti, ke këto pastrimi e ke këto, ja. Edhe lekët që paguj unë, me pensionin që e di unë, shkojnë ke gjepi. Ja, s'ka pastrim që shduar. Unë, ja, jem 5 maj, në kazanat plot. Justifikojnë fare, më që nuk e justifikojnë këtë tarif, nuk e justifikojnë. Me 200.000 lekë që do bësh? Që do bësh? Pastrimi të është dhe njerë mirë, dhe njerë keq, shtu shka ne. Shko, shërbimi i pastrimit në çdo lloj qyteti ka nevojë gjithmonë për më mirë. Po nuk ka qenë keq. Ndjesa shteti i ngren këto që të bëjmë ne. Çat kënaqje dhe më duhet sa më lirë. Në mbledhjen e fundit, vendimi u miratua vetëm me votat e mazhorancës, ndërsa opozita votoi kundër në blok me përjashtim të 2 anëtarëve që abstenuan.